Protestat e shqiptarëve dhe ndryshimet ligjore të mazhorancës që japin rrugën ndërtimit në zonat e mbrojtura u kthyen në kryefjalë të diskutimeve në Strasburg në mbledhjen e Komitetit Parlamentar për Stabilizim Asociimin Shqipëri-Bashkim Evropian. Eurodeputetët kryqëzuan qeverinë Rama duke akuzuar se në shkelje të direktivave të Bashkimit Evropian i ka hapur rrugë shkatërimit të zonave të mbrojtura, duke i bërë thirrje të tërhiqet nga ndryshimet në ligj. Eurodeputitja italiane Cristina Guarda, e cila vizitoi disa ditë më parë Shqipërinë duke inspektuar edhe zonën e Zvërnecit, bëri kritika të forta duke thënë se teksa qeveria pretendon se nuk ka dhënë leje ndërtimi, në këto zona u vendosën garde dhe makineri ndërtimi. Madje ajo theksoi se janë këto vendime të qeverisë që pengojnë anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe jo protestat, siç pretendon Edi Rama. Kemi dëgjuar nga ministri që nuk është dhënë një leje ndërtimi, kemi parë që janë bërë rrethime, garde që nuk lejojnë njerëzit të kalojnë dhe kemi identifikuar makina që shërbejnë për të kryer ndërtime në zonën e mbrojtur. Kur shkuam atje, diskutuam me ministrin dhe ai duke sikur nuk ishte në dieni të kësaj situate dhe tha që kjo ndoshta ishte bërë për përgatitjen e testeve që nevojiteshin për të bërë vlerësimin mjedisor dhe vlerësimin e projektit. Nëse nuk jepet leje për të kryer një testim të caktuar, ne kemi aplikime dhe zona të caktuara. Nuk është e nevojshme që të bëhet gardi. Ai na tha që ne nuk jemi pjesë e BE-s akoma. Kjo ishte e vështirë për ta kapërdir. Komisioni ka thënë që duhet të tërhiqeni nga këto ndryshime. Kemi parë deklarata që protestat po kërcënojnë anëtarësimin e Shqipërisë në BE, por nuk janë protestat ato që po e kërcënojnë, por hapa pas që po bëhen. Edhe deputeti gjerman Sebastian Everding kritikoi modelin e turizmit që ka zgjedhur Shqipëria, ndërsa theksoi se mungon transparenca dhe shteti ligjor. Shqipëria ka peizazhe dhe pasuri natyrore, është një avantazh i madh konkurrues me vendet e tjera ajo që ka Shqipëria, po mund të jetë i qëndrueshëm vetëm nëse respektohet natyra, shteti ligjor dhe transparenca. Ndërsa eurodeputeti Fredi Beleri theksoi se protesta e shqiptarëve kanë në fokus korrupsionin dhe keqeverisjen, ndërsa ironizoi kryeministrin Edi Rama, i cili mundohet të gjejë fajin te agjendet e huaj, ndërsa qytetarët kërkojnë prej 40 ditësh dorëheqjen e tij. Shumica e njerëzve të cilët dolën në demonstrata janë shqiptarët që protestuan për mungesën e transparencës, korrupsionin, kanë folur për keqeverisjen dhe largimin e trurit nga vendi. Këto protestues i ndjej shumë thellë, ndërsa qeveria thotë që këto probleme vijnë nga fqinjet, duhet të përfundojë helmimi i shoqërisë. Deputetët e opozitës ngritën në Strasburg shqetësimet për ligjet me porosi, dhënien e pasurive publike të miqtë e kryeministrit. Deputeti Igli Cara mori si shembull faljen e portit të Durrësit në shkelje të marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe shkatrimin e një aseti strategjik për ndërtim pallatesh. Kemi plot ligje me porosi për miqt e Ramës. Porti i Durrësit. Ky projekt u zhvillua pa një garë të hapur ndërkombëtare. Bëhet fjalë për faljen e një porti, ku përveç se strategjik kombëtare e rajonal, ka edhe një vlerë mbi 3 miliard euro. A mund të ndodhë kjo në një vend që ka formosur më së anë? Deputeti Bart Spahia denoncoi lidhjet e qeverisë Rama me krimin, duke vënë dorën edhe në plagën e shpopullimit të vendit. Shqiptarët largohen sepse kanë humbur shpresën, teksa shohin mbrojtjen politike që po i bëhet zëvendës kryeministres Balluku, të akuzuar nga drejtësia për korrupsion. Skandalin e Akshit, ku përveç grabitjes së miliona eurove nga taksat e qytetarëve është dëmtuar edhe siguria kombëtare. Afera Aruba dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë shtetëror në trafikun ndërkombëtar të drogës. Nga ana tjetër, deputetët e mazhorancës, të ngelur krejt të vetëm përballë realitetit që raportuan edhe vetë eurodeputetët, morën në mbrojtje qeverinë dhe kryeministrin, duke pretenduar se është bërë fushat dezinformimi rreth situatës në Shqipëri.